përfilsuar 2 vrasje në vendim, pra vrasje për Martin Cani dhe vrasje mbetur në tentativë rrethana cilësuese për të miturin tjetër Luis Meqja. Ne mendojmë që nuk është çështje dënimi, është çështje drejtësie, çështje për të mbrojtur 2 të mitur apo shumë të mitur të cilët janë të rrezikuar çdo ditë nëpër shkollat shqiptare, dhe kjo do të jetë mesazh për qeverinë shqiptare, për ato institucione arsimore të cilët mbajnë, edukojnë fëmijët e gjithkujt, e gjithë qytetarëve shqiptarë të Republikës së Shqipërisë. Drejtësia, ne mendojmë që ka bërë punën e saj, do ndjekim dhe më tutje me çdo mjet ligjor të nevojshëm për të mbrojtur të drejtat e familjes Cani dhe për ta vazhduar çështjen deri në instancat më të larta për aq mundësi sa që na jep hapësira ligjore, ligji dhe kodi procedurës. Unë ju thash që është dënuar për 2 vepra penale i panderur në këtë proces. Ka marrë 2 dënime dhe në bashkim në total në përfundim është 16 vite dënimi përfundimtar. Detajet e tjera do t'i marrim me zbardhjen e vendimit. Familja ka deklaratën e saj cilën do ta bëj para medias, por e rëndësishme është që kemi drejtësi dhe gjykatat shqiptare japin drejtësinë dhe përpiqen që këtë çështje të rëndësishme, të dhimbshme për shumë familje shqiptare e kanë trajtuar me dinjitetin që i takonte kësaj ngjarje dhe të paktën shqiptarët sot kanë atë dritën e shpresës që në Shqipëri bëhet drejtësi. Vendimin kur të zbardhet i plot, kemi 15 ditë kohë mbas zbardhjes të vendimit për ta parë me detaje nëse ka momente të cilat duhen ankimuar apo jo, por siç e thash parimisht, sot gjykata ka bërë drejtësi.